Kjo është banesa e Ilir Regjepit, i cili jeton në Amerikë, mirë po në vendlindjen e tij në Gjilan ka vendosur të ketë këtë banesë, të cilën e ka organizuar tërësisht në stil amerikan. Ajo karakterizohet për shkak të shfrytzueshmërisë maksimale, si dhe secila dhomë e kësaj banese ka dalje menjëherë në hapësirën për qëndrim ditor. Banesa është e madhe 130 metra katror, të cilat metra janë të shfrytëzuara plotësisht. Pronari i kësaj banese, Ilir Regjepi, tha se qëllimi i tij kryesor ka qenë që të bijë në Kosovë një sistem tjetër të organizimit të ambienteve shtëpiake. Mirë po, për të arritur këtë qëllim, sigurisht se është ballafaquar me sfida të cilat kanë ardhur si pasojë e projektimit të ndërtuesit. Qëllimi kryesor këtu ka qenë, domethënë kur e kam marrë banesën unë, me bën një sistem tjetër, një sistem amerikan të hapur. Edhe në fillim ju marrën në vesh me pronarin, pa nis hala banesën, që domethënë me bë projektin vetë unë, arkitekturën. Edhe faktikisht këtu në Kosovë lihen korridoret, unë qëllimi jam ka qenë me largu muret, domethënë me bën një ambient të hapur. Muri, këtu domethënë sallon ka qenë një muri kryesor i mbyllët këtu. Unë i kom largu 2 dyrë edhe murin domethënë e kom bërë banesën këtë hapur. Edhe me sistem amerikan. Masi që është banesë, ta shfrytëzojmë çdo cep të banesës, se këtu në Kosovë pak i shef që shfrytëzojnë këtë banesën. Ka mure, ka derë, për shembull sallon, si cila banesë e ka derën me hinë sallon. Edhe me ngjyrat e mureve, Iliri thot se ka dashur të jetë më ndryshe, pasi që sipas tij kështu krijohet një ambient më i këndshëm dhe më relaksues. Ngjyrat kam pas dëshirë pak më qenë mbyllt, është si kafe mbyllt apo kafe qelë, s'po di çfarë më thonën, me pas një farë ambient më të mirë, i kuptu se zakonisht këtu në Kosovë dhe gati këtë në Evropën kretë mure në gjyrosën bardhë. Do me thonë, më daluhen, për shembull, plafoni prej mure. Edhe kena pas dëshirë pak edhe mja përshtat që kemi kauçt apo tavolinës apo diçka tjetër. Tradita italiane e mobiljeve dhe kualiteti i tyre kanë bërë që Iliri në shtëpinë e tij të vendos këto orendi, të cilave ua ka përshtat edhe këtë tavolinë e cila në shikim të parë duket e thjeshtë, por ajo është shumë cilësore. Me mungesën e televizorit dhe perdeve kuptohet se banesa ende është në proces të plotësimit, mirë po aty nuk mungojnë detaje të tjera, të cilat e bëjnë këtë hapësirë më të plotësuar dhe më të bukur. Qasja nga hapësira qendrore e banesës për në kuzhinën e saj është direkte, me në mes një banak i cili bën një ndarje të vogël fizike të këtyre dy ambienteve. Pronari ka vendosur që këto dy ambiente të komunikojnë me njëra tjetrën,
në mënyrë që kur dikush është duke përgatitur në kuzhinë të mos shkëput kontaktin me pjesën tjetër të familjes. Iliri ka qenë shumë i kujdesshëm edhe për kuzhinën. Në vazhdim ai do t'i spjegoj disa detaje që në shikim të parë duken të vogla, por rëndësia atyre është shumë e madhe. Dallimi ndërmjet kësaj kuzhine dhe kuzhinave zakonisht këtu në Evropë që përdoren, është pak lartësia. Se kuzhinat zakonisht në Evropë për lartësinë e kanë 80-85 cm. Edhe problemi është që për gratë edhe nona tona, kuzhina kur i pastrojnë end, po duhet me nejtë gërbaf. Kurse kuzhina amerikane janë 90-95 cm. Do me thonë edhe faktikisht nuk ki nevojë më gërbav kur të bëjsh pastrimin e enëve apo kur ta përdorsh kuzhinë. Edhe një detaj tjetër është që dritat janë pak të veçanta. Është përdor ai që ka bë kuzhinën, e ka përdor për herë të parë që sistem dritave, faktikisht veç e prek edhe funksionon. Një detaj tjetër është edhe në Evropë zakonisht kuzhinat bëhen, do me thonë brendësia kuzhinës ndërmjet dallapave poshtë edhe nalt është 60 cm. Edhe në shumicën e rasteve 60 cm është problem me mrri raftin e nalt. Edhe faktikisht në Amerikë kuzhinat bëhen brendësia kuzhinës është vetëm 45 cm. Edhe nuk ki problem me mrri raftin e nalt. Është një veçanti tjetër është që e kom sjellën prej Amerikës këto një mjet që do me thonë gjërat e forta që i përdorim kuzhinë, si për shembull shargarepin, laknën apo çajin e zi, edhe faktikisht nuk ki nevojë me gjujtën bërllog, po e gjun këtu, edhe kjo e bën gjendje të lëngshme, do me thonë edhe çam nurat e zezaj. Është një mjet që e kom pru prej Amerikës, u dashur edhe cejvat e krejt mi pru prej atjet, mi përshtat sistemin Amerikan, edhe në fillim, kër e kom bo projektin, e kom lanë edhe ndërprerësin, faktikisht kjo përdoret kështu. Mirë po Iliri harroi të cek edhe këtë detaj të këtij dollapi, të cilin e ka ideuar në mënyrë shumë kreative. Këtu ka vendosë edhe trepezarinë, e cila padyshim është përshtat me çdo gjë tjetër në këtë shtëpi. Këtu pronari ka synuar që të ketë kujdes të veçantë për komoditetin që ofrojnë, si dhe për cilësinë e tavolinës dhe karrigave. Kjo banesë ka 3 dhoma të fjetjes ku të gjithë dollapët janë të futur në mure në mënyrë që të shmangen pengesat në këto ambiente dhe shfrytëzimi i hapësirës të jetë maksimal. Kjo është dhoma e pronarit, e cila është e mobiluar thjesht, por me mobilje cilësore dhe të shfrytëzueshme. Plani u bo, do me thonën këto që me qenë murja, i të këtu me shfridzu, do me thonë si cilën centimetër dhomës. Edhe kina bohën custom, do me thonë është e bohën me special veç për qëtë vend. Edhe i kina shfridzuhën vendin, do me thonë maksimum, që mi përdor edhe si fijo këto mrenda. Do me thonë për këton është për mi palu tesh edhe i të këtu që të vend e kina lonën për shembull për parfima apo diçka tjetër. Në anën tjetër është për mi vjertesha,
ka edhe, do me thonë, dyrë që qilen edhe në keton për teshat që i ka nevojë mi palu. Dhomat e fëmijëve duken kështu. Në këtë banesë janë 2 banjo ku pronari ka preferuar të vendos pllaka italiane përderisa çezmet janë prodhim amerikan. Kjo ishte banesa e Ilir Regjepit në Gjilan, ku ka sjell një stil të banimit ndryshe nga shtëpitë që kemi prezantuar deri më tani në kuadër të reportazhit Ma Pikturo Ëndrrën. Duke lënë takim për javën tjetër nga një tjetër shtëpi e bukur, ne ju ftojmë që edhe më tutje të vazhdoni të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook, Shtëpitë e Bukura të Kosovës, Viz RTV 21.